për votuesit tanë dhe sidomos për votueset femra, cili është plani i qeverisës dhe në këtë marrëdhënie ne duam të jemi korrekt me qytetarët. Në fakt, duke parë të dyja partitë, besoj që jeni të njohur edhe ju me akuzat që partitë i bëjnë njëra tjetrës. Si e shikoni veten në këtë ambient? Normalisht ne kemi mendimin tonë. Personalisht vjen mirë që ju të dyja keni një tjetër ide se si mund të bëhet një fushat, por duke qenë ne ofrojmë programin tonë qeverisë sigurisht mbi bazën e asaj çka është realizuar tashmë nga qeveria dhe duke bërë këto krahasime ne kërkojmë të realizojmë objektivin tonë tek votuesit tanë. Në këtë ballafaqim pastaj vetë votuesit edhe pa e kapërcyer atë etikën duhet të dinë të zgjedhin midis asaj çka vetë truri gruas është i tillë, është bërë i tillë për të sheshuar gjërat. Jo, për të sheshuar gjërat, i rimarrin akuzat. Media do të ishte më paqësorë. Unë gjykoj që kandidatët, paktën në listat e këtij viti janë më paqësorë me votuesit e tyre. Dhe unë gjykoj që media ka një rol shumë të fuqishëm, edhe në promovimin e kandidatëve gra, por edhe në paraqitjen e kësaj klime të butë të fushatës. Nëse do ta shihni më pozitivisht, kjo fushat ka element shumë pozitiv. Dhe unë gjykoj që media është një pushtet me të vërtet shumë i rëndësishëm që ka në dorë të bëj dallimin midis kësaj fushate dhe fushatave më përparshme. Dhe kjo në elektorat ndikon shumë pozitivisht. Në fund fundit i jam dakord zonja Bulko, por prandaj për atë që është më e mirë. Insistova në trysnin e këtyre lum akuzave që palet i hedhin njëra tjetrës, prandaj pyeta si ndjeni ju. Gruaja mundohen të anashkaloni ato akuza, si arrini të bëni fushatën me elektoratin tuaj. Do të jap fjalën. Po, unë realisht nuk jam në vend dieni të akuzave, pak deri momentin që flas, dhe në qoftë se do të vijesha në dieni të kësaj, nuk do të më interesonte. Jo, për subjektin. Akuzat që ju dëgjoni në media nga që lidet të njërës parti me fakte dhe në programin konkret që ka Partia Demokratike në rastin tim. Pra nuk akuzat dhe kundër akuzat janë pjesë ose të trillimeve mediatike, ose janë të qëllimshme dhe natyrisht që janë ato që influencojnë dhe e ndërlikojnë. Kështu që nuk është mirë që të paktën ne si gra t'i japim kohë dhe t'i kushtojmë. Pa dashur të bëj replik vetëm për çështjen për sa i përket trillimit mediatik, nuk është se është një trillim pasi është vetë le ta themi lideri i njërës apo tjetrës parti që del në televizion dhe deklaron ato që thot për njëri tjetrin. Megjithatë, zonja ne po vërtet theksuam që po zhvillohet një fushatë e qetë. Kjo ndodh edhe për një fakt që unë dua ta përmend, sepse ne nuk nalemi shumë te akuzat. Ne jemi shumë të qartë se çfarë është bë, se çfarë ka bërë qeverisja aktuale. Dhe i kena shumë të detajuara problemet çfarë do na më bë. Nuk kena arsye për çfarë më unal tek akuzat e kundërshtarit. Tashma i gjithë publiku, i gjithë populli shqiptar, i njeh gjërat që janë bë, i prek me dorë, i shikon, i përjeton çdo ditë. Nuk kena arsye të nalna te akuzat. Ne nalena vetëm te programi jon, te atë çfarë qeverisja aktuale do të bëj, ka bërë, normalisht që janë të prekshme thash, dhe do të bëjë në mandatin e ardhshëm. Prandaj akuzat s'kan thënë, ne merrna me problemin që do të zgjidhin për mandatin tjetër. Janë ansore, janë shumë ansore. Okej. Veç të thoja, lidhur me si reagojnë gratë nga akuzat. Ka të tilla, megjithatë kjo fushat ndoshta nga sistemi zgjedhor ose dhe politika vetë është emancipuar dhe tamam është një nga rregullat kryesore të fushatës. Në nivelet e larta në parlament apo në qeveri nuk është se nuk akuzojnë, i kanë akuzat pjesë të tyre, prandaj pikërisht një nga arsyet që ne këmbgulim që gruaja duhet politik veç të tjera është për të sjellë tolerancë, për të sjellë qetësi dhe paqe. E thash edhe pak më parë, truri i gruas është ndërtuar i tillë për të sheshuar gjërat. Jo më kot rezolutat e OKB-s kanë shtuar tani kohët e fundit që të rritet numri i grave në ekipet paqërujtëse, në forcat paqërujtëse dhe në negociatat për paqen. Dhe nga studimet të ndryshme sociologjike ka arritur që gruaja e ka të brendshme këtë aftësi të përsjelljes paqes, tolerancës, mirëkuptimit dhe ndoshta edhe për politikën tonë, për politikë bërjen kryesisht, është shumë e domosdoshme që të shkojnë sa më shumë gra në parlament në këto zgjedhje. Besoj po e reflektojmë edhe në këtë debat, pasi të gjitha kemi filluar ditën shumë herë dhe nuk e kemi mbyllur akoma. Paq. Besoj. Megjithatë si do ta komentoni le ta themi këtë mbështetje që u jep për Presidenti i Republikës? Presidenti i Republikës, institucioni i presidentit, është i bindur tek forca e grave. S'ka arsye tjetër. Po nuk shikoni një ndryshim nga institucioni i presidentit me institucionet e tjera për sa i përket kësaj mbështetje? Nuk shoh ndallim.
presidenti normalisht bën punën më të mirë, është një nismë e mirë, duhet të jetë një shembull për gjithë institucionet e tjera. Është i bindur, thash edhe herë dhe e përsëris, tek kapacitetet dhe tek promovimi i grave, tek shembujt aktual dhe të mëparshëm që gratë kanë dhënë kudo që kanë drejtuar, kudo që kanë marrë pjesë. Në fakt, mesazhi që dha presidenti Topi ditën e diplomimit të zonjave nga Instituti Demokratik Amerikan dhe ambasadori Withers ishte shumë i qartë. Nëse jeni të kënaqur me këtë gjendje, okay. Nëse jo, domethënë ju keni mjetet tuaja dhe rjeti është pikërisht një nga këto mjete që gratë do të përdorin për forcuar pozitat e tyre në vendimarrje. Sepse jo vetëm numri i grave deputete në parlament, por është gjithë jeta e gjerë që do të kërkojë më shumë gra. Dhe duhet të jenë gratë ato që duhet promovojnë njëra tjetrën në këtë sfidë, duke i dhënë dorën njëra tjetrës, duke i mbështetur, sepse vërtet ne që njohim nga afër zonjat, dim se çfarë vlerash do kanë. Këtë gjë na e mundsoi rjeti. Aty ne pam që pavarësisht se gratë vinin nga qytetet të largëta, nga Kuksi, nga Gjirokastra, ne morëm kontakt pothuaj me të gjithë gratë në Shqipëri, pra gratë që vinin direkt nga puna politike, ishin gratë forumeve të gruas. Pra gra që e prekin nga afër politikën, që përballeshin çdo ditë me sfidat që ofronte politika. Këto gra kanë vlera jo vetëm si politikane, por kanë dhe vlera profesionale. Pikërisht këto janë baza e gjithë asaj që ne duam të angazhojmë në rrjetin tonë dhe të mbështesim edhe për mbas zgjedhjeve të qershorit 2009. Edhe pse presidenti ju le ta themi tërhoqi vëmendje atyre grave që janë në vendimarrjen më të lartë, në rastin e dy zonjave të dhënuara, dy zonjave të verbra nëse kujtohet si rast. Mendoni që ka një mungesë solidariteti edhe mes grave, është një problem, fenomen shqetësues në Shqipëri apo? Nuk është mungesë solidariteti, por është mungesë e reflektimit të menjëhershëm, mund të ta shikoj si mungesë të reflektimit. Sepse personalisht që në momentin që e pash atë si veprim të atij njeriu, thash ky nuk mund të jetë i pranueshëm, sepse një njeri normal dhe nuk mund ta qellosh, jo një grua të verbër dhe aq më tepër që ato po ishin paqësisht atje për të drejtat e tyre për ato çka po kërkonin. Ne kemi qenë me vizitë studimore edhe në Kosovë dhe kemi ndjeshur edhe atje me një rrjet të fuqishëm grash, ku bëjmë pjesë rreth 80 organizata, gra juriste, gra nga gjithë fusha e gjerë e jetës, por pam që gratë e politikës atje nuk mbështesin sa duhet pikërisht gratë në jetën e tyre shoqërore. Dhe edhe ato na e treguan vetë që me gjithë vendosin e kuotës pra të 30%, ato gra që erdhën në politikë nuk ishin tamam gratë që duhet vinin, sepse një pjesë e tyre ishin gra që dolën nga tavolinat, nga njohjet me liderat apo të kësaj natyre. Po tek ne ka ndodhur ky fenomen? Unë do thoja që nuk duhen diskutuar, se shohim që nga që u vendos 30% dhe më tepër diskutohen aftësitë e grave, kontributet e grave, kjo përgatitja profesionale e grave, nuk janë diskutuar ndonjëherë burrat. Janë vendos 140, janë miratuar ata që kanë fituar. Pra ne duhet i mbështesim të gjitha gratë, jo që janë vënë gra shumë të mira dhe nga shoqëria civile, sepse s'mund të pretendosh që të gjithë vlerat ne kemi brenda partive tona. Janë edhe nga shoqëria civile dhe mua më duket një augur i mirë që shumë nga këto kanë pranuar që të futen brenda partive politike dhe do të luajnë një rol shumë të madh në emancipimin e jetës brendshme të gjitha partive të spektrit politik dhe mendoj që ne duhet i përkrajmë dhe t'i mbështesim dhe ne në fushat tani këtë bëjmë dhe këtë promovojmë që gratë t'i çojmë drejt kutive të votimit, të mbështesin gjatë fushatës dhe gjatë gjithë kohës kandidatet gra, jo që janë shumë të mira, por edhe nëse ndonjëra ka ndonjë maksi, ne duhet të realizojmë që të shkojnë sa më shumë gra në parlament dhe të luftojmë pastaj dhe të korrigjojmë gjatë rrugës për zgjedhjet lokale që do të jenë në 2011. Sepse një grua në politikë, domethënë unë mendoj që është një impakt shumë pozitiv në politikë dhe do thoja është një mjeti më i mirë i zhvillimit të një shoqërie. Dhe nëse ne duam të krijojmë demokraci të forta dhe të fuqishme, do t'i mbështesim gratë, t'i fuqizojmë ato që të bëhen